duhet të ishin partitë politike, po të kishin demokraci të brendshme. Ato duhet të ishin fidanishtja e parë e proponimit të vendimit. Duhet të ishte universiteti jonë që duke ruajtur autonominë, individët që ishin aty të punonin për breza, ajo që është bërë dikur. Dhe të kishte idealistë si ata që ndodhën në vitet 30, Branko Mergjani, Vangjo Koça, edhe të tjerë, për një gjë shumë interesante. Duke ditur që Shqipëria nuk i bënte dot universitetet, organet e shtypit i kthyen në organe gati akademike. Për shumë që tregonin për Kantin, tregonin për shumë për përvjetorin e Descartit, temat të tilla që një shoqëri që ishte 80% ignorante, kjo bënte sens. Vim pas 90-s, është një shoqëri me 90% nuk janë më analfabet. Po, tani kemi kaluar në analfabetismin, po, funksional. Por, dinin të lexonin. Kishin bërë shkolla dhe shkolla me zakonshme, ju e dini, ne jemi një brez që kemi bërë shkollimin atë kohë, kishte bazament. Të gjitha këto mekanizma humbër dhe feja e cila erdhi sërish në vitin 90, ishte larg atyre parametrave që individët prisin. Për shumë një shembull, përkorja e religionit katolik në veri nuk arriti që ta fashista ato përçarjet e brendshme dhe jo gjakmarrje, ne s'ka gjakmarrje, po hakmarrje që kishin fiset, do me thënë, ata u vrisin dhe në qafë mbanin kryqin. E njëjta gjë ndodhi me njerëzit e Islamit. Ne kemi pas njerëz që kanë shkuar në Siri dhe autoriteti këtu i autoriteti kryesor musliman kishte një sër xhamish që nuk i kontrollonte dot dhe kështu pastaj me radhë disa të tjera. Duke humbur këto mekanizma, duke humbur shkollën, duke humbur akademinë, duke humbur religionin, duke u gjendur vendi në përballje të jashtëzakonshme ekonomike, sociale, humbi individin. Dhe vim tash një individ si Zoti Rama, që ishte nga njëri gati anarkist, dhe jepet pushteti për drejtuar Shqipërinë. Në mendimin tim, Zoti Rama është pjekur dhe emancipuar kur është bërë kryeminist.